Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit ka vijuar pa ndërprerje aksionin për prishjen e ndërtimeve në hyrje të Shkodrës, duke hapur rrugë zbatimit projektit për rikualifikimin urban të zonës. 10 objekte janë rrafshuar pas daljes së vendimit të dëmshpërblimit, ku qeveria shqiptare ka vendosur një fond prej 4 milionë eurosh. Nga lokalet dhe njësitë e shërbimit, 1 dhe 2 kate, deri tek karburantët që ndodheshin në këtë perimetër, të gjitha janë prishur nga fadromat e IKMT, ndërsa nuk kanë munguar pakënaqësitë e pronarëve që shpërndësimet i cilësojnë qesharake. Aksioni nuk është ndalur prej ditësh dhe është ndjekur nga afër prej forcave të policisë dhe ato të sigurisë kombëtare për të shmangur çdo incident. Paralelisht me ndërhyrje në tokë, aksioni po vjen edhe në brigjet e liçenit dhe lumit Buna, me heqjen e pinarëve dhe ndërtimeve të tjera në këto pasuri ujore. Projekti i ri për hyrjen e Shkodrës, i financuar nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit dhe i mbështetur nga qeveria, synon transformimin e kësaj zone në një hapësirë multifunksionale dhe rekreative. Ky projekt përfshin krijimin e një parku prej 17 deri në 18 hektarësh, që do të përmbajë mjedise sportive, shëtitore për këmbësorë dhe biçikleta, pika panoramike për të shijuar pamjen e liçenit dhe hapësirën përreth, si dhe për të mbajtur aktivitete e koncerte. Pjesë e projektit janë edhe fushat sportive dhe një mol i ri. Pas prishjes së ndërtimeve, do të nisë menjëherë puna për largimin e inerteve për t'i hapur rrugë proceseve të tjera të ndërhyrjes.